Dita 4 nga 60 ditë ku unë ju tregoj çfarë haj çdo ditë para verës që ju të humni peshë deri në verë. Si fillim, pothuajse çdo mëngjes pi esëll një nga këto shocat e So Healthy. Sot zgjodha detox shot. Atëherë detox shot është më i forti nga gjithë. Ndihmon me tretjen, me inflamacionin, me hequrinë gjatë ditës, plus dhe më pëlqen mënyra se si ndihem mbasi e pi. Nuk mund nisim mëngjesi pa bukë sourdough dhe e bëjmë me gjizë dhe me avokado dhe është super për mëngjes. 2 feta. Pastaj siç ju e dini, unë haj pothuajse çdo mëngjes vezë, 3 vezë zjera, kjo veza këtu muça, i bëj gjysmë zjera dhe veza. Për trek kemi super trek, kemi fileto pule me çik bukë kështu, kemi patate tëmbël, kemi djathë parmigiano që është super burim proteinash, është super i shijshëm, kemi dhe ulli për disa yndyrna të shëndetshme. Kjo është dreka e balancuar. Dhe për darkë, këtë darkë duhet ta bëni të gjithë. Ktu kam kefir, pastaj kam ca fruta, kam lule shtrydhe, tani është sezoni, bëheni me sodë dhe konsumojeni, kam lajthi aq sa një grush dore, kemi dhe kivi. Ju që se dini, kivi është super ushqim për darkë sepse të ndihmon dhe me tretjen dhe me gjumin dhe kjo është darka ime dhe dietë.